Të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht apo për të bërë në fakt një analizë rreth raportit të Selinës edhe Mirit. E di sa banorja e re që ka ardhur natën e mbrëmshme, teksa po qëndronte në shtratin e gjumit, ajo bisedonte me Mirin, sepse Miri e shikoj që e ka këtë gjën, domethënë kur vjen një gocë e re, dëshiron ta njeh, i afrohet, në një farë mënyre nuhatën atë. Dhe gjatë bisedës që bënin mbrëm të dy, ajo i tha që unë nuk jam dakord që mundohesh ti ta nxjerrësh jashtë keq fytyrën e Selinës, ndërsa Mirit ju kujtua në atë moment që pse Selin nuk është munduar që ta nxjerrën keq jashtë fytyrën time. Tani, arsyetimet në këtë pikë të lojës të dyve janë arsyetime boshe. Për mendimin tim, unë mendoj që Miri dhe Selin nuk është se kanë patur diçka të planifikuar nga jashtë. Jam shumë i bindur që ndoshta nga jashtë këto të dy edhe nuk janë njohur fare me njëri tjetrin, edhe nuk kanë patur fare afrimitet me njëri tjetrin. Domethënë kanë qenë thjesht dy personazhe që ndoshta Miri mund ta ketë parë Selinën në këngën magjike, se ka qenë moderatore aty, po jam shumë i bindur që nuk ja ka vënë kur mendjen. Afrimiteti i tyre, energjia e tyre, afërsia e tyre ndodhi që në momentin e parë. Tani, ajo që ne po e shikojmë që po ndodhte në Big Brother me Selinës edhe Mirit, ajo energjia pozitive, domethënë shumë ngjarje ndodhen që Selina nuk u largua nga Miri, jo që Selina kishte frikë të luajë vetme në shtëpi, por sepse Selina ka kapacitet që të përballojë gjithë shtëpinë dhe këtë gjë Selina e di shumë mirë, nuk është se nuk e njeh veten, nuk është se ka probleme këtë pjesën, por unë mendoj që Selin, domethënë u ndje aq rahat me Mirin, aq i dha Miri shpirt, aq i dha pozitivitet, i ndërlidhen aq bukur botrat, mendoj që edhe Miri vinte nga një jetë e jashtme shumë e ngarkuar, me energji shumë negative, dhe mendoj që çiltërsia e Selinës, energjia e Selinës, pozitiviteti që Selin transmetonte, që domethënë po i shijonte ditët e para në shtëpinë e Big Brotherit, po jetonte ato ditë, Mirit i ngrohu shpirtin dhe jo më kot, sepse tani Miri është shumë kontradiktor me fjalët e tij, jo më kot Selinën e krahasoi me vajzën e tij dhe në surprizën me vajzën, Miri tha që unë dua që vajza ime të bëhet nesër një 50% Selin, domethënë kjo është një vlerë, si ta themi tani, kjo është një respekt jashtëzakonisht i madh për Selinën. Dhe ky respekt nuk vjen për një njeri që ti nuk e do, për një njeri që ti nuk e respekton dhe për një njeri që ti nuk e nderon. Tani, Selina pse u nda nga Miri? Le ta bëjmë analizën kështu siç në fakt unë e shoh. Selina u nda nga Miri sepse u tremb se si komentohet jashtë. Letrën e babait ajo nuk e kuptoi fare. Domethënë, thjesht e lexoi, u ndikua nga emocionet, por nuk e kuptoi. Momentin që hyri Greta në shtëpi, Selina u ndje pak e kërcënuar dhe u ndje sikur Greta ja prishi pak atë rehatllëkun dhe mundoheshte që ta shijon pafund duke mos ja varë Gretës fare. Tani Selin dhe Greta nuk kanë patur asnjë lloj raporti në fillim. Dhe kjo ishte nga ana e Selinit, që Selini ndjeshte shumë mirë me Mirin, ndjeshte shumë e lumtur. Tani, kur Miri ishte i mbyllur në shpellë, Selin ishte ajo që i shkonte te dera, që i rinte te dera, që i mungonte Miri, që i mungonin momentet me të, që i fliste. Domethënë që Miri po e shijonte atë ndjesinë e Selinës, domethënë afrimiteti i tyre të linte të kuptosh që mes të dyve ekziston një lloj ndjenje që është përtej shoqërisë dhe kjo është më se e vërtet. Më pas, domethënë, Miri nuk e di që i ka dalë një video duke qarë në dhomën e rrëfimit për Selin, në rregull. Erdhi kutia Pandorës për Mirin, ku Miri dëgjoi fjalët e babait të Selin për veten e tij. Por unë e kam thënë që Miri e kishte shumë të vështirë të shkëputet, se pa marrë parasysh se çfarë të dëgjonte, Miri në kokën e tij thot, "Ok, është një baba dhe e ka parë situatën kështu, ka të drejtë, por ne kur do dalim jashtë, ndoshta edhe duam ta vazhdojmë këtë gjën." Unë nuk them që një burr i martuar nuk mund të lidhet me një femër, domethënë nuk ka fare të bëjë kjo gjë, se kemi shumë raste në shoqërinë tonë shqiptare që
një burr i martuar dashuron një femër tjetër dhe pikërisht në moshën e Selin. Por unë mendoj që Miri në momentin kur u tradhtua nga Selin, sepse domethënë ndarja mes Selin dhe Mirit është shëndriti. Shëndriti erdhi me informacionin e plot, ja dha informacionin e plot se si Selina është jashtë dhe Selina u tremb dhe u stopua. Dhe në momentin që u tremb, Mirit atyre shkiti goja në shpellë që i tha ti me këtë moshën e thyer vdisje që t'jesh në krevat, këtu doli e gjithë e vërteta. Dhe tani do me thënë, që të dy nuk janë të sinqert, që të dy mundohen që ta argumentojnë, ta arsyetojnë këtë gjë, duke haruar edhe për shembull dëshminë e Stelinës që Miri ka shkuar ka bler lule në shitoren e motrës së Stelinës. Do me thënë që Miri ka dashur gjithmonë që të ketë afrimitete, kontakte me femra, gjë në fakt që po e shpreh edhe në këtë edicion. Çfarë po ndodh tani? Tani po ndodh larja e imazhit. Selina mundohet që në një anë të pastroj imazhin e saj, do me thënë të fshi këtë të kaluarën që ndodhi në Big Brother dhe të mos komentohet për atë dhe mundohet që të krijoj një lidhje tjetër, një lidhje që në fakt u miratua me dron edhe nga familja e Selin që janë dakord që Selin të ndërtojë një rrugë me Gimbon, sepse e shikojnë rahat me Gimbon, do me thënë vetëm e vetëm që ta heqin krejtësisht nga Miri, ndërsa Miri tani po mundohet që të përdorën këtë kartën e familjes, më vjen shumë keq që po e them këtë gjën, por jam duke analizuar këtë që po shoh. Miri mundohet të përdorën kartën e familjes për të larë veten e tij që e ka gruan jashtë dhe e ka vajzën jashtë. Unë mendoj që Miri nuk arriti dot të merre edhe mesazhin e të bijes, vajza e Mirit hyri me mesazh të prerë, ai e pa mërzitje në fytyrën e vajzës, ai në takimin që bëri me vajzën foli më së shumti për Selin, për marrëdhënien me Selin dhe dëshironte ta kupton se si familja e shohin Selin, mos ia prishin raportin, jo se për vajzën e tij, ndërsa sot Miri ngritet në këmbë dhe thotë unë jam burr i martuar, kam një familje jashtë dhe si mundet të komentohet kjo gjëja kështu. Unë mendoj që ato të dy, pa marrë parasysh që japin analiza, japin ide, japin konkluzione, ato të dy thellë e pëlqejnë njëri tjetrin dhe kanë një lloj respekti, sepse as Selin nuk është ajo e cila të ngritet në këmbë dhe të debatojë me Mirin dhe do me thënë të grindet me Mirin në shtëpi për ta shprehur mllefin e saj në qoftë se ka mllef, por as Miri nuk e bën këtë gjën me Selinën. Dhe derisa të dy nuk e bëjnë, do me thënë Selina u çha me Rogertin duke u grindur, derisa të dy këtë gjë nuk e bëjnë, atëherë do me thënë këtu ekziston një diçka përtej asaj që thuhet dhe fjalët që thuhen nuk janë të vërteta. Duke u bazuar në 100 kamera që ekzistojnë në atë shtëpi, unë jam i bindur që e vërteta do del shumë shpejt.